Prandaj, sepse edhe qëndroj mirë edhe ma thua, por ama nuk marrim direktiva, e këtën kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është shumë e rëndësishme. Një njeri që pranon të marri direktiva që sa po vi pa shprehur veten e vet akoma, tregon shumë mendoj. Kështu që për ç'a duhet fundja. Po që thash, shpesh herë shoh që jemi një grup të rinj, domethënë siç ishim brëm, që jemi po të qetë kështu, ja, që ishim me njëri tjetrin, kalojmë mirë. Me gjithë, kalojmë mirë. Nga një anë tjetër, pastaj shoh që disa njerëz për shembull janë duhet kohë, duhet ta vendosh që do vinë edhe të rinj edhe në cilë situata shumë ndryshe. Kjo është e bukur. Do sillin Kjo është e bukur. Shumë ndryshe se ato tani na kanë parë dhe nga jashtë, kupton, edhe e kanë parë pak. I përshëndesim dhe i themi që ta marrin me sportivitet, normalisht ato emocionet do jenë patjetër, po që të jenë sikur që do jetë një eksperiencë më të bukur të jetës së tyre. Mos e merrni fare me frikë, kushdo që të jetë e di që do vi, ne do ju mirëpresim. Me zi ju presim të vini, kemi nevojë për njerëz të rinj, mendoj. Pa, kemi nevojë. E si u mërzit me njëri tjetrin, pra. Që më dy. Jo, nuk jam mërzitur. Unë madje u thash mbrëm të gjithëve që ju dua shumë. Më pëlqeu që erdhën të gjithë kështu një pas fëmijë. Se sot për shembull nuk e bërën gjë që ti mblidhin të gjithë të ndanin detyrat. Kjo më erdhi. Dhe është budallik të thuash që ju dua shumë dhe faleminderit. Në momentin që këta vazhdojnë dhe i japin konotacionin budallik kjo. Pak kështu, se ti përdore jemi e produksionit. Jo, nuk e përdore në asnjë moment emrin e vllajt të madh, absolutisht. Se kanë fiksuar që... Absolutisht. Unë jo, doli nga të tjerë, por unë as më hova, as... Sepse nuk mund ta zë fare në gojë, domethënë. Po e di. Se nuk unë jam thjesht një banor që deri këtu. Kur më jepet urdhri patjetër. Siç bëra për shembull që erdha ta lexova zarfin. Aty po. Dhe duket gjëja. Unë nuk kam përmendur në asnjë moment dje. Ju e nuk kuptuat ashtu, tani unë nuk mund të them të gjithëve që ndryshoni mendime. E ti u thritet e doma e dëshira më gaboje dhe kupton ne dëgjojmë gjithë nuk është se u thritet kështu. Dhe para pak unë thash që s'kam cigare. Më thënë, unë marrë që unë do merrsha cigaret. Sot më bë mua që vajta prapë në dhoma dëshirave, s'bëra gjë unë. S'tash gjë. Përse këta më ndesi kur i exagjerojnë pak situatat. I bëjnë kastile ndoshta. Po kjo është e bukura. Të sati me eliminon mua. Do me thënë, të sati me shpëton. Nuk bje në gratkat e tua unë për të dhënë emra, për gjërat e tilla. Po pse po flisja me këtë, po anja i natë. Po mirë, vazhdo. Ja, shikoj që ati pjeshtë. E, mo gratë s'kam më thajë. Ti jep një përgjigje ai. Nuk i pres këto nga ti. Po jo bre, tani ko tani. Nuk e kisha me Gracka, mo Gracka thot mo shkoj. Jo bre vllajoj. Po jo bre, jo se më prit oreksi. Për zot. Ti e di që unë për ty kam një konsiderat shumë të madhe. Shiko tash i ndrovi. Po jo, nuk jo, s'dua se më prit oreksi, për zot. Rofsh, faleminderit. Shpira Kristit. Çfarë janë? Shpira Kristit. Tosti do njëri. Çfarë është? Tost? Tost. Po, mund.